Kolonoskopia, domethënë, është në këtë rast ekzaminimi pjesës poshtme të traktit gastrointestinal. Në këtë rast shfrytëzojmë kamerën, burimin e dritës, përmes cilës domethënë arrihet fitoni imazhet përkatësisht procese të ndryshme patologjike të cilat eventualisht mund të jenë në traktin e poshtëm gastrointestinal. Kolonoskopia duhet të realizohet tek secili mbi moshën 50 vjeçare, domethënë nuk përjashtohet askush, për shkak se mundësia domethënë pas kësaj moshe për formimin e polipeve është shumë e lartë. Përjashtim bëjnë personat të cilët kanë anamnezë familjare pozitive. Secili i cilin familjen e ngushtë ose të gjerë, ka persona të cilët kanë pas problem me kancer zorës trash. Ata duhet të realizojnë këtë ekzaminim gjithsesi në moshën 40 vjeçare. Mos neglizhojnë veten. Unë njoh pacientë cilët në rrethin familjar domethënë kanë probleme domethënë me kancer zorës trash dhe prapë hezitojnë të realizojnë një kolonoskopi. Kjo është definitivisht një gabim i madh i cili më vonë mund të kushtojë me jetë.